Kina fton biznesin shqiptar të promovoj produktet e tij në panairin Canton Fairs. Këshilltari ekonomik dhe tregtar i ambasadës kineze në Tiranë, gjatë një takimi me kreun e dhomës së tregtisë Nikolin Jakaj, tha se panairi do të shërbejë për të përforcuar më tej marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve. E në një kohë kur në Tiranë është ende i fortë debati për të mësuar kinezçen, diplomati kinez ftesën zgjodhi ta bëjë në gjuhën shqipe. Mund të ftoj juve për pjesëmarrjen në këtë aktivitet prezentues të panairit të eksport-import të Guangzhou. Ky panair është panair më historik dhe më i njohur në Kinë. Ai është edhe një nga panairët më të famshëm në botë. Unë shpresoj që miqtë shqiptarë, jo vetëm biznesmenë, por edhe funksionarët qytetarë dhe pronjes të dikasterëve të ndryshëm ekonomike e tregtare mund të vizitoj Kinën. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Tirane pasi një mundësi të mirë për të shëmbyer jo vetëm eksperiencat mes dy vendeve, por një mundësi shumë të mirë për sipërmarrjet shqiptare për të vendosur ura të reja komunikimi me Kinën. Dhe është rasti më i mirë që ne të kemi një bashkëpunim të fryqëm me sipërmarrjet shqiptare dhe kineze. Po ashtu investimet kineze mund të fokusohen dhe në infrastrukturën portuale. Panairi Canton Fairs, që këtë vit në 111 vjetorin e tij, do të organizohet në Kinë me datë 15 deri në 19 prill 2012 dhe në të promovojnë prodhimet kompani nga i gjithë bota.